Valla që dyve kam ne të respektu në shumë në taj dik kam ne të mesianon të lase Radio Romana Vazovske shulefta të haftërin MHz, hajni Facebookeski rafin qam Radio Romana Vazo, a dyve si jemi të realizna e kemisia, kote temas të familjarun o planifikipet, haj rikreiri pasko sa stipe vasho gjuvlja taj o qaja e komitetjen nge Roma shkalie taj Egiptasja. Misafiri amenca në studio se amen o Dr. Fadil Kryeziu, ko astov direktori e publikune sa stipaske institucionsko direktoriako në Prizren, ko asine vitrenerit, haj Gjyzele Shaljani, projekteski koordinatora. Shëndetje, faleminderit shumë që keni ardhur me realizu një emision për me bashkëbisedu rreth temës planifikimit familjar dhe shëndetit riprodhues për gratë dhe vajzat e komiteteve Roma Shkali dhe Egjiptian. Përshëndetje, faleminderit për miratimin e kërkesës sonë, sepse ky takim apo ky aktivitet është parapar me planin dhe programin e projektit tonë. I përshëndes të gjithë ndëgjuesit të cilët e ndëgjojnë emisionin tuaj. Më lejoni ta prezantoj një projekt i cili është mjaft i rëndësishëm mbi shëndetin riprodhues dhe planifikimin familjar. Ne kemi realizuar aktivitete 5 mujore duke bashkëpunuar me Institutin e Shëndetit Publik, me drejtorin konkretisht e këtij institucioni, Dr. Fadil Kryeziun, si dhe kemi bashkëpunuar me drejtorinë komunale të shëndetësisë, ku kemi marrë miratimin e kërkesës për doktoresha Erdina Kabashin, e cila ishte pjesë e aktiviteteve tona duke majtur njësi edukative dhe shëndetësore mbi temën. Isha shumë e lumtur, besoj që komuniteti Roma Shkali Egjiptian, veçanërisht gratë dhe vajzat, po edhe djemtë dhe burrat, të cilët morën pjesë në këto sesione shëndetësore, ishin mjaft të kënaqur sepse qëllimi ynë ishte për të informuar, e lidhur dhe i vëdësuar mbi planifikimin familjar dhe shëndetin riprodhues, si dhe për metodat e përdorimit të mjeteve kontraceptive për gratë të cilët nuk kanë dëshirë të kenë shtazani të dëshiruar apo të planifikojnë familjen, gjithashtu të informohen lidhur me parandalimin e smundjeve seksuale transmisive, pra të infeksioneve të ndryshme. Si aktivitet, gjithashtu kemi bashkëpunuar edhe me shkollat, ku i kemi selekcionuar disa nxënës të shkollimit të mesëm të lartë, të marrin pjesë në këto sesione tona. Morën pjesë 15 nxënës. Prej tyre, pas përfundimit të këtyre 10 sesioneve nga doktori Fadil Kryeziu dhe 2 nga Erdina Kabashi, me nxënës, ne arritëm që t'i certifikojmë. Gjatë sesioneve ishte një kënaqësi nga nxënësit se e morëm këtë informacion duke bashkëbiseduar gjatë ligjeratave. Ishte pak si temat e tabu, se në shkolla jo që nuk mësohet fare, po jo sa ka qenë nevojshme për t'u informuar ata pak detajisht mbi rëndësinë e shëndetit riprodhues, mbi ndërtimin e trupit, mbi rëndësinë e planifikimit familjar, dhe ne e pam të arsyeshme që gratë dhe vajzat e komuniteteve të marrin pak më tepër njohuri për të vendosur vetë, se ju e dini që në familjet e marginalizuara gjithmonë vendos dikush tjetër, familja ose bashorti, kështu që gratë ishin të informuara mjaft me këto sesione, 48 sesione i kemi para pa komplet. Kështu që besoj që këto trajnime kanë ndikuar pozitivisht tek komuniteti, kanë krijuar edhe kurreshtje, edhe gratë dhe vajza tjera të cilët janë informuar përmes këtyre grave që ishin pjesë e këtyre sesioneve, dhe nxënësit gjithashtu, se ishte edhe pyetja a munden edhe vajzat edhe djemt tjerë të rinj të marrin pjesë në këto sesione, po na e patëm numrin veç për 15, kështu që do të vazhdojmë edhe më tej. Aktivitete tjera
Do të kalojmë te aktivitetet tjera, doktora mund të na tregoni rolin tuaj edhe çfarë njohurish kryesore morën pjesëmarrësit nga sesionet tuaja edukative mbi planifikimin familjar dhe shëndetin riproduktor, sepse disa prej atyre i përmendi edhe zonja Gjyzel. Po, gjithsesi, e para më lejoni t'ju falenderoj për mundësinë e krijuar që të flasim edhe për këtë projekt, që në takimin e parë që kemi patur me zonjën Gjyzel dhe kur jam njoftuar me projektin, unë kam shpreh gatishmërinë time që t'i përgjigjem kësaj iniciative, këtij organizimi, këtij projekti, në mënyrë që të bashkëbisedojmë me trit e komunitetit dhe të tjerë. Pra, rreth një teme që është shumë e rëndësishme, sepse planifikimi familjar është temë që krijon ose synon të krijojë mundësi qifteve që të planifikojnë me përgjithësi familjen e tyre, lindshmërinë e tyre, numrin e lindjeve, distancën në mes të dy lindjeve e kështu me radhë, dhe njëkohësisht shëndeti riprodhues është pjesë integrale e shëndetit të përgjithshëm dhe që ndihmon pra të rritë dhe të rejat posaçërisht, por jo vetëm, pra që të keni kujdes kërkisë smundjeve të ndryshme ngjitse që mund të ndikojnë drejt për drejt edhe në shtatzëni, mund të ndikojnë edhe në mbetjen shtatzon, pastaj nëse mbetet shtatzon në shtatzëni dhe zhvillimin e saj deri te lindja. Prandaj ky projekt ka kriju mundësinë që ne t'i përfshijmë këta të ri, të bashkëbisedojmë me temat që lidhen me planifikimin familjar dhe me shëndetin riprodhues. Unë personalisht kam qenë shumë i kënaqur me pjesëmarrjen e këtyre të rive, me, si të themi, kërshërinë ose interesimin e tyre për temat që i kemi trajtuar, të filluar nga zhvillimi anatomik i njerit, kuptimin gjinor, pra mashkull, femna, pastaj periudhat e zhvillimit të organizmit të njerëzit, në këtë rast pra me të rit kemi ilustruar edhe me fotografi edhe me diafilma të caktuar që ata të shohin se si pra zhvillohet trupi i njerit për të ardhur deri në moshën kur krijohet pjekuria, pra seksuale ose gjinore, të themi më mirë, që të hyjë në një proces të ri të jetës që është ai plleshmërisë, përkatësisht i të mbetur i shtatzan, i lindjes dhe zhvillimit tutje të familjes. Gjatë pjesëmarrjes këtyre të rive, ajo që unë kam vret dhe është me interes, ka qenë interesimi i tyre, bukur i madh, dhe gatishmëria e tyre për të absorbuar pra informata të reja. Ne sot të reja tona i nënshtrohen në epoke, si të themi, elektronike, që secili disponon një telefon ose një televizion diku në shtëpi dhe marrin informata të ndryshme, shpeshherë informatat janë, si të themi, jo të plota, ndonjëherë edhe jo të sakta, prandaj ky takim i drejt për drejt, këto ligjërata, të drejt për drejta krijojnë mundësinë pra që me argumenta shkencore tua të sjellim para këtyre pjesëmarrësve të gjitha ato mundësi që mund të ndodhin ose të zhvillohen gjatë procesit të planifikimit të familjes. Ajo që është e rëndësishme për projektin është që këta pjesëmarrës, pra këto njohuri të mos i marrin veç për veti, po të njëjtat i përcjellin te komuniteti, që është shumë e rëndësishme kjo, për arsye se jo gjithherë me projekte mund të mbërrim të secila familje, të secila grua ose burr e tjerë. Ne patëm fatin e mirë që takojmë edhe të rritur, domethënë burra dhe gra, me të cilët bisedum për temat të caktuara që lidhen pra me planifikimin familjar dhe me shëndetin riprodhues. Faleminderit shumë doktor, por i kthehemi te zonja Gjyzele si koordinatore dhe njëra prej aktivistëve për të drejtat e grave dhe e din se çfarë i duhet edhe grave apo dhe vajzave të reja. I përmendet që i keni pasur edhe të rinj të shkollave të mesme, po besoj që me 48 sesione keni pasur edhe ndryshueshmëri të numrit ose ndryshueshmëri të personave që i keni ofruar trajnimin. Më intereson se a ka pas më shumë interesim nga gratë që janë veç të martuara, sepse mund të themi që jo ata nuk ndoshta edhe ata kanë nevojë shumë për këto informata, edhe pse janë të martuara dhe mendojnë duhet të dinë sa i përket planifikimit familjar, dhe pse është e rëndësishme ta promovoni këtë projekt edhe të ketë vazhdimsi për ta vetëdijsuar edhe ndërgjegjësuar komunitetet roma, shkali dhe egjiptian. Po.
Po s'pari para se të fillohet me projekt, para se që kemi filluar me projektin, ne e kemi organizu stafin që të vizitohen lagjet, familjet derë më derë, dhe t'i kontaktojmë ato familje të cilët ne kemi menduar që duhet marrin pjesë, gratë edhe vajzat, sidomos edhe vajzat, se është në qysh moshën më të re, prej moshës do me thonë 16, 17, 18 mbi, ne kemi pas synimin që t'i ftojmë ato në për këto sesione, që të informohen lidhur me shëndetin riprodhues. Pra ndërtimin e trupit, funksioni, mirëmbajtja, planifikimi familjar, pra të krijohen familjet, me ditë qysh me kriju familjen, me ditë qysh me planifiku, me ditë me u konsultu me mjekun, me marrë këshilla dhe thjesht për të marrur njohuri, dituri. Unë e di që pjesa dërmuese e komunitetit ton, Roma Shkali Egjiptian, nuk kanë shkollim të mjaftueshëm. Prandaj edhe nuk kanë njohuri të mjaftueshme dhe nuk e kanë një edukim të lakmueshme në aspektin e edukimit shëndetësor. Prandaj ne përmes këtyre sesioneve kemi dashur me vetëdijsu ato përmes materialeve transparente, përmes fotografive. Doktori ka pas një program të jashtëzakonshëm me PowerPoint, gjitha fotografitë i kanë pa, edhe organet gjenitalet, si janë të ndërtuara, si të gjinia mashkullore ashtu të femërore, kanë qenë të interesuara, sidomos nxënësit e komuniteteve ndryshme, se kemi bo një farë përzirje me komunitete, mes komuniteteve, edhe pastaj para se të fillohet me para se kemi filluar me ligjerata, ne i kemi shpërnda participantëve si të rinjeve, ashtu edhe të gratë dhe vajzat, testet, pre-testi apo para testi, për me vlerësu se sa ka njohuri para se kemi filluar po me ligjerata. Nuk aty në vlerësimin e të rinjeve ka pasur prej tyre që nuk kanë pas njohuri shumë për jetën seksuale, për shëndetin riprodhues, ndoshta edhe për metodat kontraceptive, s'kan pas shumë njohuri përveç kondomit, përveç prezervativeve, kurse për tableta, injekcione dhe metoda tjera jo shumë. Në ato sesione kanë pas mundësi me ndëgju dhe me mësu ato. Pastaj drejtori na ka pas dhënë atë materialin e përgatitur për këtë temë, e cilëve kemi shpërnda të komunitetit Roma Shkali Egjiptian, po edhe të rinjeve të komunitetit shqiptar. Qëllimi im ishte të përzihen sepse është e nevojshme që edhe komunitetet jo rom ta njohin komunitetin Roma Shkali Egjiptian, pa ta njohin një popull të marginalizuar për nevojat e tyre shëndetësore, po dhe nevojat tjera. Dhe si tha dhe doktori, pas përfundimit të këtij projekti, ne kemi aplikuar përsëri të vazhdohet me sesione edukative shëndetësore dhe kam dëshirë këta të cilët janë certifikuar të rinjët që t'i angazhojmë bashkë me drejtorin, në fakt doktorin Fadil Kryeziun, që të majnë sesione edhe në përlagje, pra aty në për disa familje ose në ato qendra ku vepron në komunitet. Qendrat mësimore të të veprojnë në komunitet, mujmë të shfrytëzojmë ato zyret e tyre për pjesëmarrjen e participantëve me ndëgju këto sesione. Okej, por i kthena te doktor, cilat i keni hasur sigur sfidat kryesore nëse e dim që është si temë tabu, ndoshta zonja Gjuzel do të flet më vonë edhe sa i përket se ai kanë lejuar, kanë hezitu vetë edhe të rinjët, por edhe prindërit e të rinjëve që t'i lejojnë që të marrin pjesë në këto sesioni informuese shumë të rëndësishme dhe shumë normale për çdo individ, po e kanë thyat tabun, a janë shpreh lirshëm edhe a keni identifiku cilat janë problematika ose të themi sfidat kryesore që ballafaqohen në jetën e përditshme të rinjve që kanë marrë pjesë në trajnime. Si që thash edhe që parë interesimi ka qenë shumë i mirë, i kënaqshëm, por pastaj edhe testimi në fund të çdo ligjërate më ka dhënë me kuptu se ata i kanë kuptu gjanat që i kemi diskutu.
në shoqëritë moderne dhe të avancume, kjo temë, planifikimit familjare, shëndetit riprodhues, është temë normale që diskutohet në familje, diskutojnë prind, domethënë madje nuk lejohet që fëmia dalë në rrugë të marrë informatat e tjera, por si nëna si babai flasin me fëmin, sidomos në procesin kur fillon themi vajzat futet në ciklin e riprodhues të jetës saj, por edhe te mashkujt është e njëjta gjë. Pra nona duhet ta ketë kurajën që të bisedojë me fëmijën sikurse edhe baba. Pra, të shmangim tabu temën. Nuk është temë që na duhet me shmang në këto raste se jo është turp ose është diçka që s'mund bisedoj prindi me themi baba me vajzën ose nana me djalin dhe nëse. Prandaj këtu është ajo që mendoj ky projekt e ka ndiku dhe ne duhet me vazhdu për me mrrim që kjo të mos mjaftohemi na me 15 ose 23, por të përfshijmë edhe 33 tjera që të jenë të gatshme të marrin informata dhe të përcjellin tutje. Është shumë e rëndësishme që mesazhi për një familje të shëndosh dhe të shëndetshme, pra të shkojnë në secilën familje. Këto tema nuk janë tabu veç në komunitetin rom-mashkali egjiptian, pothuajse njëjta gjë është edhe te komuniteti shumicë themi të shqiptarët apo bosnjakët apo të tjerë, për arsye se janë tema pak të zërshme. Dhe nëse sfidohemi, siç e thash, edhe nga rrjetet e ndryshme sociale ku të rinjt marrin informata ende pa bisedu me prindin. Dhe këtu shpeshherë informatat janë të gabueshme. Fjala vjen ajo që mua më intereson, nuk ka vetëm shneti riprodhues, nuk ka vetëm planifikimi familjar, është edhe ajo masi që të lind fëmia, ç'a ndodh me fëmin, a vaksinohet fëmia. Që çalon te komuniteti kemi një numër të trive dhe tre ose fëmijëve të pavaksinuar. Domethënë që nuk janë të mbrojtur në kuptimin edhe të shëndetit, prandaj ne duhet të inkurajojmë komunitetin me tema të ndryshme, me bashkëbisedim. Pra që të ndërmarrin masa për ruajtjen e familjes. Edhe në momentin kur fillon hyn në projekcion me ndërtu familjen, pra është shumë rëndësishme që ai fëmijë që do të vijë të jetë i dëshiruar, të jetë i planifikuar, domethënë të vijë me qejf në këtë botë, kësaj ne na ndodhin shpeshherë që të kemi martesa para moshës 18 vjeçare, martesa të reja që mund të kenë pasoja, pra edhe në shëndetin e nënës në raste të tilla. Prandaj shpeshherë në këto raste që kemi diktuar gjatë projektit fëmijët them unë se për mua janë fëmijë kur janë jo matur, janë të nën moshën 18 vjeçare, nuk pyeten ose vendos prindi për ta ose e keni parasysh dhe ata i nënshtrohen pra një futje në një proces të ri jetësor pa vullnetin e tyre. Në anën tjetër janë shenja shumë kurajuese se në këtë proces trajnimit ne patëm edhe 33 të komunitetit që kanë mbaruar shkollat mesme të mjekësisë, kanë mbaruar fakultete të bachelorit të infermierisë për shembull, që për mua është shumë interes që të njëjtit të përfshihen se shumë më lehtë të depërtojnë dhe kanë një besueshmëri më të madhe, pra që të marrin pjesë ose të përfshihen në projekte në mënyrë që të përcjellin mesazhe të mira për qytetarët e komunitetit dhe jo vetëm të komunitetit, se siç e thash problemet i gjejmë gjitha ne pra në këtë kuptim. Ne kemi edhe smundje tjera sfiduese, ngjitse, le të jetë të flasim për tuberkulozin ose flasim për HIV-in, që është një smundje heshtur në fshet që njerëzit duhet ta dinë se çka përballën, pra sidomos rritet të rejat. Kemi edhe smundjet e tjera të varfshmërisë, pra që sot jemi në një situatë kur prindërit duhet të kenë një kujdes të jashtëzakonshëm ndaj kërshi fëmijëve të tyre, sepse fëmijët ekspozohen pra në situata të ndryshme që pastaj mund të na kushtojnë. Unë e kisha shtu dhe qëtu, unë vërtet përmes këtyre projekteve që do t'i kem në të ardhmen,
do tentoj sa më shumë që shoqëria të edukohet në aspektin shëndetësor, që t'i kemi gratë dhe vajzat, djemë dhe burrat të edukuar, të dinë të kërkojnë ndihmën dhe të trajtojnë smundjen, t'i bëjnë kontrollat, t'i kërkojnë shërbimet publike, edhe t'i kenë mjekët e vetë, mi kontaktu dhe mi bo vizitat e rregullta. Përveç asaj, trajner që i kemi trajnuar edhe intelektualet Roma shkali egjiptian që i kemi me bachelor të mjekësisë, të infermerisë apo mjekësisë në përgjithësi, do doja shumë edhe këtë do ta realizoj bashkë me institucionet përkatëse që të trajnohen, ta kanë një përvojë se si t'jenë ligjërues, si të komunikojnë me qytetarë, se nuk mujnë atë gjuhë intelektuale shumë akademike ta përdorin gjatë ligjëratave, se ekziston mundësia që mos ta kuptojnë ato terme shumë të vështira janë latine për shembull në gjuhën mjekësisë, po një gjuhë shumë e afërt veç që është përdorur në gjatë sesioneve, dhe kjo është qëllimi, pra ta edukojmë shoqërinë në aspektin shëndetësor dhe të marrin shërbime nga institucionet publike. Se jo private, se kushtet ende nuk janë, nuk kemi kushte për privat. Pikërisht edhe këtu deshta të ndërlidhem, para shumë nëse mund të na tregoni për mbështetjen e donatorit gjerman Lokal Eduk, ose organizator Srome nga Gjermania, për mbështetjen për këtë projekt, edhe nga ana tjetër, ju vetë i përmendet që nuk janë, edhe doktori i përmendet, nuk janë vetëm këto dy tema që duhen diskutuar, sepse me të vërtet kemi mungesë të organizatave shëndetësore nga aspekti i komunitetit, sepse nga institucionet tjera kemi punë sa i përket edhe vaksinimit, edhe vetëdijësimit, edhe asistimit të komuniteteve, po interesimit të organizatat e komunitare për shëndetësi, për temën e shëndetësisë ose për objektivin e shëndetësisë, e cila ndërlidhet edhe me strategjinë që e kemi, që duhet të ketë edhe përfitime të tjera në aspektin e trajnimeve, sepse ka shumë aktivitete që në atë strategjinë dhe në planin aksional të veprimit që ndoshta me mbështetjen tuaj, me angazhimin tuaj duhet të implementohen jo vetëm në komunën e Prizrenit, po edhe në shumë komuna tjerë. Po, kështu unë jam më shumë e interesuar që të bashkëpunim me institucionet përkatëse, për me pas edhe ata një qasje më të strukturuar ndaj komuniteteve. Më dhënë çka më të strukturuar? Mi u dhënë qasje lehtësime, mi trajtu pak më mirë, mos mi diskriminu, ku të thëmë diskriminim pozitiv, një sjellje pak më të afërt, me komuniku pak ma mirë, me trajtu smundjen pak ma mirë, me bashkëbisedu me pacientet, jo me një gjuhë, ndoshta jo të vrazhët, jo profesionale, se të gjithë jemi qytetarë dhe të gjithë kemi një të nevoj me kontrollu veten në aspektin shëndetësor dhe të marrim shërbime profesionale, pavarësisht se kush jemi, si nga feja, si nga komuniteti, dhe mendoj që mjekët duhet ta dinë ato që nëse veç janë betuar që do të jenë sinqert ndaj pacientëve, atëherë duhet ta përjetojmë atë afërsi me mjekun. Kështu që ky donator është nga komuniteti rom, edhe jemi partneritet me ta, edhe do t'i gjejmë mundësitë që të vazhdojmë edhe më tutje, përveç planifikimit familjar dhe shëndetit reproduktiv, ne do të vazhdojmë edhe më tej me bashkëpunu, me identifiku, do të thënë që ndryshmëria e këtij projekti është me identifiku edhe më tej donator potencial, por edhe me institucione përkatëse, sepse unë dëshiroj që institucionet të informohen konkretisht mbi nevojën e këtyre komuniteteve që nuk e kanë qasjen më të shpesht krahas komuniteteve tjera. Okay. Për i hënatë doktori më marrë dhe një rekomandim për atë që e tha edhe zonja Gjyzel, krejt është se në për politika publike i kemi të gjitha aktivitetet të renditura, edhe ndoshta duhet një angazhim më i madh dhe më serios institucional me aktorët e komunitetit, nëse mundin edhe një rekomandim para se të përmbyllim emisionin me nga një mesazh nga ana juaj pastaj. Sigurisht, nga ajo që përcolla nga diskutimi që tha edhe zonja Gjyzel, unë kam vrejt se kemi fëmijët komunitetit që si që thash që kanë mbaru shkollën e mesmit mjekësisë, kanë mbaru edhe bachelor, infermieri dhe nuk janë të përfshim punë. Dua dhe të ftoj institucionet sidomos komunale, të cilat janë përgjegjëse për mjekësinë primare ose familjare, pra që të kenë një farë angazhimi më drejt për përfshirje edhe të këtyne fëmijëve përkatësisht shkolluarve të komunitetit, sepse
ma lehtë dëpërtojnë në komunitet, ma lehtë arrijnë që të hapin dyert e shtëpive për me përcjell mesazhin edukativ shëndetësor të familjet. Prandaj këtu do duaj, si temim në politikat që thatë ju publike dhe ato shëndetësore që i harton edhe komuna, do duhet të ketë parasysh këta, pra me një lloj, po e quaj edhe unë, diskriminim pozitiv, pra që këta 3 dhe 3 të përfshihen dhe të jenë si një model për nxitje për arsimim edhe tjerëve, keni parasysh. Kështu ne kemi pas edhe komuniteti im shqiptar, ka pas këto probleme në të shkuarën, të ne, për shembull, kemi nxjerrë që unë i kam përcjell me 10 deklaratat prindve, jo fëmija s'flet, jo është i shurdhët, jo atje, veç mos me qenë shkollë. Por jam fati mirë sot që pothuajse s'ki familje që se ka një të arsimum, s'paku deri në nivelin e shkollës mesme. Prandaj edhe komuniteti Rama Shkali dhe egjiptian, ne duhet të nxisim këso politika dhe jo vetëm me nxit me qenë shkollë dhe me mbet, por edhe me punu dhe me i përfshi, domethënë në programe të caktuara edhe publike, edhe shtetënore. Jo vetëm pra të organizata jo qeveritare, sado që organizata ato që të përmbushin një hapësirë bukur të madhe ku shteti s'u mrrin. Prandaj në këtë kuptim mendoj që është një kontribut shumë i madh që të vazhdohet me projekt, të identifikohen edhe tema tjera të rëndësishme me interes për komunitetin, në mënyrë që të jemi pranë tyre. Qendra rajonale e shëndetit publik në divizionin e saj të mjekësisë sociale, promovim dhe edukim shëndetësor, ka programin e vet dhe angazhimin e vet, pavarësisht domethënë dhe pa dallime të komunitetit. Një segment tjetër që është i rëndësishëm është ajo e komunikimit, e ofrimit të shërbimeve shëndetësore sa më cilësore. Mjekët edukohen në përgjithësi pra për të ofruar shërbime cilësore, për të ofruar komunikim të kuptueshëm nga ana e pacientit, siç e tham, dhe në anën tjetër shpesh herë edhe duhet të jetë konfidenciale, sepse biseda pra e pacientit me mjekun është shumë e besueshme dhe kjo ngrit edhe besimin e pacientit kur informatat ruhen vetëm për nevoja shëndetësore dhe kjo duhet kriju, natyrisht edhe duhet me nxit tutje. Me këto fakti shumë që ju e përmendët doktor punësimin e komuniteteve Roma Shkali egjiptian, të cilët e kanë përfunduar infermierin, bachelorin dhe shkollimin e mesëm, qëndrojnë në shtëpi ose gjenin punë për organizata jo qeveritare. Besoj që unë si organizatë jo qeveritare do të bashkëpunoj ngushtë edhe me Ministrinë e Shëndetësisë në mënyrë që t'ja japim si një informat dhe një obligim atyre për implementimin apo zbatimin e strategjisë çështjen apo komponenten e shëndetësisë. Mendoj që është kjo tash koha, përveç asaj shoqata Foleja që e implementon këtë projekt, e ka synim ngritjen e nivelit edukimit shëndetësor dhe që të marrin, si thoni ju, shërbime cilësore pranë institucioneve shëndetit publik. Na jepni një mesazh sa i përket temës, sepse me të vërtetë tash me një bashkëbisedim po dalin edhe tema tjera që duhen trajtuar, po saktësisht sot me dhënë mesazhin tonë edhe informatën tonë sa i përket temës planifikimi familjar dhe riprodhimi shëndetësor për gratë dhe vajzat e komuniteteve Roma Shkali dhe egjiptian, që përmes këtij emisionit edhe ju me dhënë një mesazh sensibilizues, ndoshta edhe për më për me marrë pjesën në trajnime tjera që do t'i ofroni duke i paralajmëruar dhe që janë me të vërtet trajnimet dhe informatat e dobishme për secilin person. Po, sigurisht, unë e luz gratë dhe vajzat e komuniteteve dhe në përgjithësi shoqërinë që të bëjnë kontrolla të rregullta shëndetësore, të marrin trajtime profesionale dhe informata të duhura nga personeli shëndetësor dhe ku të vjen puna e sesioneve të organizuara përsëri, shprehi interesim që të marrin pjesë ata, le të interesohen, ne do t'i kontaktojmë dhe të marrin pjesë edhe mëtej që të marrin informata dhe të ndryshme me tema shëndetësore të nevojshme për ata. Po, gjithsesi, unë do thosha që mjeku nuk është vetëm kur të smuhesh, me mjekun duhet kontaktu edhe kur je i shëndetshëm për të marrë informata, për të marrë këshillime, prandaj gratë dhe nënat e komunitetit dhe jo vetëm të komunitetit, 3 të 3-at,
Pra duhet të kërkojnë ndihmën e profesionistëve shëndetësor në lidhje me shëndetin e tyre, me trupin e tyre, me familjen e tyre, për fëmijët e tyre e kësaj. Prandaj i inkurajoj, i nxis që të mos hezitojnë dhe të kërkojnë shërbime cilësore, të qasshme dhe natyrisht në niveli të dëshirueshëm për të gjithë. Faleminderit shumë. Ju lutem. Kam në të respektu në shunone të edikam në amen alam pe agore amare emisijako të tema si në amen familjaru në planifikipet, taj rekri pasko sa stipe vasho gjuvlja, taj o qaje kom të tenge Roma shkalije taj Egiptases, në amen duj misafirja, je kolendar, je doktori, ko ostov kompetent në manush vash vakerel vash o sa stipe, taj akala teme, ko ostov doktor Fadil Kryeziu, ko ostov e dromia vid direktori publikune sa stipaska institucija koje direktor jako në prizën, taj Rajni Gjuzele Shaljani, direktor ke organizacija ki foleja, kote kjerna baro aktivizmo taj butikeripe ani sa stipaski umal, koja snetoj vi koordinatore akale projekteski. Ovin sa stesu sine amencar peshuni pepe dikipe.